Ai zgjohet herët çdo ditë, duke luftuar me vetminë dhe vështirësitë e jetës. Por një ditë të zakonshme, diçka ndryshe e bën të ndaloj, një zonjë e moshuar e bllokuar në karrocën e saj invalidore. Duke e ndihmuar, ai humbet të vetmin burim jetese që kishte. Ai nuk e dinte se ky gjest mirësie do të ndryshonte përgjithmonë rrjedhën e jetës së tij. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Le të vazhdojmë. Zilja e alarmit ra në 4:30 të mëngjesit, si gjithmonë. Luan hapi sytë në apartamentin e vogël në kombinat, në periferi të Tiranës, dhe për një sekond ndjeu ende peshën e ëndrrës që sapo kishte parë. Kishte ëndërruar prindërit, shtëpinë ku ishte rritur, aromën e kafes që nëna e tij përgatiste të dielave. Por realiteti u kthye shpejt si një goditje e thatë. Ai ishte vetëm prej 3 vitesh që kur I humbi të dy në një aksident autobusi në rrugën e kombit. Vetëm, por në këmbë. U ngrit, bëri një dush të ftohtë sepse dushi elektrik ishte prishur javën e kaluar dhe ai nuk kishte para për ta rregulluar. Veshur uniformën e kuqe të supermarketit, hëngri 2 feta bukë me gjalp dhe doli. Korridori I pallatit mbante erë myku dhe ushqimi të ngrohur. Zbriti 4 katet në këmbë sepse ashensori ishte prishur prej muajsh. Jashtë, rruga ishte ende e errët. Vetëm disa qenendacak rëmonin nëpër kazanët e plehrave dhe një burr I moshuar që po fshinte trotuarin e përshëndeti me kokë. Luan ja ktheu përshëndetjen. Mori 2 urban të mbushur plot. Në të parin, qëndroi I shtrënguar mes një gruaje me çanta pazari dhe një burri që mbante erë alkooli. Në të dytin, arriti të gjente një vend pranë dritares dhe mbështeti kokën në xhamin e ftohtë. Shikoi qytetin që po zgjohej. Furat e bukës që hapeshin, njerëzit që vraponin për të kapur autobusin, fëmijët me uniforma që prisnin në stacion. Gjithçka kaq e njëjtë, çdo ditë. Ai punonte si furnizues në supermarketin Besa, në zonën e Zogut të Zi. Nuk ishte puna e ëndrave të tij, por paguante qiran prej 20.000 lekësh dhe I linte diçka për ushqim dhe abonen. Shefi I tij, menaxheri Artan, ishte një burr nervoz, me mustaqe të holla dhe vështrim të ashpër. Ai nuk e pëlqente Luanin, kjo ishte e qartë. Ndoshta sepse Luan nuk e ulte kurrë kokën, nuk shtiri kurrë si më pak se ç'ishte vetëm për t'i bërë qejfin. Kur arriti në supermarket, ishte ora 6:40 e mëngjesit. 20 minuta me vonesë. Luan e dinte se do t'i bërtisnin. Por ndërsa po kalonte nëpër parking, diçka I tërhoqi vëmendjen. Një karrocë invalidore e ndalur në diell, edhe pse ishte vetëm fillimi I mëngjesit dhe një zonjë e moshuar e bllokuar në të. Karroca ishte ngecur, njëra nga rrotat ishte futur në një grop në asfalt. Zonja lëvizte krahët, duke u përpjekur të çlirohej, por nuk ja dilte dot. Fytyra e saj ishte e kuqe dhe e djersitur. Dukej e raskapitur. Luan pa orën. Pa hyrjen e supermarketit. Pa menaxherin Artan atje brenda, me krahët e kryqëzuar, duke e parë përmes xhamit. Por nuk u mendua 2 herë. Lëshoi çantën e shpinës në tokë dhe vrapoi drejt zonjës. Përshëndetje, zonjë, jeni mirë? Më lejoni t'ju ndihmoj. Zonja ngriti sytë, në fillim e frikësuar, por pastaj e lehtësuar. Luan u përkul, e zhbllokoi rrotën me kujdes, e tërhoqi karrocën prapa dhe e shtyu deri në hijen e një peme. Nxori shishen e vogël të ujit që kishte në çantë dhe ja ofroi. Urdhëroni, zonjë. Pini pak. Zonja piu ngadalë, duart I dridheshin. Duhet të ishte rreth të 70-tave, me flokë të bardhë të mbledhur topuz, rroba të thjeshta por të pastra. Duke e humbur, sikur kishte harruar se ku ishte. Shumë faleminderit, biri im. Nuk e di çfarë ndodhi, karroca u bllokua dhe unë nuk po prisja mbesën time, por duhet të jetë vonuar. Luan qëndroi aty me të, duke biseduar, duke e pyetur nëse ishte mirë, nëse kishte nevojë për diçka tjetër. Zonja buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e brisht, por plot mirënjohje. Ai vuri re se ajo kishte një unas martese prej ari në gisht të vjetër të gërryer. Vuri re gjithashtu se mbante një gjerdan perlash diskret që shkëlqente lehtë në dritën e diellit që fillonte të bëhej më I fortë. Ndërkohë, menaxheri Artan doli nga supermarketi. Po ecte shpejt me atë hapin e prerë të dikujt që është gati të shpërthejë. Luan. Çfarë dreqim po bën? Tashmë erdhe me vonesë dhe tani po rri aty duke humbur kohë me nuk e di se çfarë?
Luan u ngrit, u përpoq të shpjegonte. Zoti Artan, zonja ishte, nuk më intereson. Ti mendon se unë të paguaj për të bërë bamirësi në parking? Këtu të duket qendër sociale? Jam lodhur nga mungesa jote e përkushtimit, Luan. Je i pushuar nga puna. Mund të marrësh gjërat e tua dhe të ikësh. Luan ndjeu se iku toka nën këmbë. I pushuar nga puna. Kështu, para të gjithëve. Disa klientë që po kalonin ndaluan për të parë skenën. Zonja në karrocë u zbe, u përpoq të thoshte diçka, por menaxheri tashmë i kishte kthyer shpinën dhe ishte futur në supermarket. Luan mbeti në vend, duke marrë frym thellë. Nuk do të qante. Jo aty. Jo para askujt. Mori çantën e shpinës, pa zonjën dhe i tha me zë të vendosur, mos u shqetësoni, zonjë. Ju nuk keni asnjë faj. Gjithçka do të shkojë mirë. Dhe u largua duke ecur. Nuk pa prapa. Në atë moment, në anën tjetër të parkingut, një vajzë e re rreth 25 vjeçe po zbriste nga një makinë luksoze. Arta. Ishte me nxitim, celulari i binte pa pushim, çanta i varej në sup, kishte shkuar të merrte gjyshen të mjeku, por ishte vonuar sepse kishte pasur një mbledhje që ishte zgjatur. Kur pa skenën, ndaloi. Pa djalin me uniformë të kuqe që po largohej, pa gjyshen në karrocë, në pemë, pa menaxherin që po hynte në supermarket me një ajër superioriteti. Dhe diçka brenda saj u përmbys. Vrapoi drejt gjyshes. Gjyshe tefta. Më fal, u vonova, je mirë? Gjyshja e kapi për dore, e shtrëngoi fort. Tani jam, bia ime. Por ai djali më shpëtoi. Ai la gjithçka që po bënte për të më ndihmuar. Dhe e pushuan nga puna për këtë. Para të gjithëve. E pushuan, Arta. Sepse ishte i mirë. Arta pa në drejtimin ku kishte shkuar Luan. Arriti të shihte vetëm siluetën e tij që po zhdukej në cep të rrugës. Diçka lëvizi brenda saj. Nuk ishte mëshirë. Ishte diçka më e madhe. Ishte admirim. Ishte zemërim për padrejtësinë. Ishte një ndjenjë që nuk dinte ta emërtonte, por që mbeti aty duke pulsuar në gjoks. Luan eci. Eci për orë të tëra. Nuk kishte para për të marrë urbanin e kthimit. Kishte shpenzuar lekët e fundit për biletën e vajtjes. Dielli ishte lart. Përvëlues. Hoqi këmishën e uniformës, mbeti vetëm me bluzën e bardhë poshtë. Rrugët e Tiranës dukeshin të pafundme. Kaloi në për unaza të mbushura me trafik, në për rrugë plot dyqane, në për rrugica të errëta. Kaloi pranë njerëzve që shisnin ujë në semafor, pranë burrave që shtynin karroca me karton, pranë grave me fëmijë në krah që lypnin. Ai i njihte të gjitha këto. Kjo ishte bota e tij. Kur më në fund arriti në shtëpi, ishte pothuajse ora 10 e mëngjesit. U ngjit në katin e 4 duke gulquar, trupi i dhemte, koka i bubullonte. Hapi derën e apartamentit dhe u ul në dyshemen e dhomës së ndenjes. Pa përreth. Faturat mbi tavolinën e vogël. Fatura e qiras që skadonte pas 5 ditësh. Frigoriferi pothuajse bosh. Divani i vjetër që kishte qenë i prindërve. Muret me bojë të rënë. Dhe tani, pa punë. Qëndroi aty duke u përpjekur të mendonte, të gjente një zgjidhje. Por koka ishte tepër e lodhur. U shtri në divan dhe mbylli sytë. Nuk fjeti. Thjesht qëndroi aty duke parë tavanin, duke ndjer peshën e gjithçkaje. Dikush trokiti në derë. Ishte Teto Vjolca, fqinja e apartamentit ngjitur. Një zonjë rreth të 60-tave, e dobët, me syze të trasha, që jetonte vetëm me një maçok të shëndosh të quajtur Macoku. Luan e ndihmonte gjithmonë me pazarin, me bombulën e gazit, me çdo gjë që ajo kishte nevojë. Ajo e dinte se ai kishte humbur prindërit. E dinte se ishte vetëm. Dhe edhe pse ishte e varfër, kishte një zemër të madhe. Luan, biri im, të pash kur erdhe. Ka ndodhur gjë? Ai hapi derën, u përpoq të buzëqeshte. Përshëndetje, Teto Vjolca. Thjesht një ditë e keqe. Ajo hyri, u ul në divan pranë tij. Qëndroi në heshtje për një moment, pastaj nxori një kartëmonedhë 5.000 lekësh nga çanta. Merri. E di që nuk të pëlqen të pranosh, por pranoje këtë herë.
Ti gjithmonë më ndihmon me macokun, gjithmonë mi ngjit pazaret lart. Më lër të ta kthej. Luan pa parat. 5.000 lek. Ishte kaq pak dhe në të njëjtën kohë ishte gjithçka. Ishte aboneja për të kërkuar punë gjithë javën. Ishte buka, orizi, fasulet. Ishte ndryshimi mes dorëzimit dhe vazhdimit. Teto Vjolca, nuk mundesh, si jo. Dhe do t'i pranosh sepse unë jam plak dhe kokë fort dhe ti nuk do të më kundërshtosh. Ai mori parat, e përqafoi. Dhe për herë të parë atë ditë, ndjeu se ndoshta nuk ishte plotësisht vetëm. Teto Vjolca, shumë faleminderit. Betohem se do t'ju a kthej. Nuk ka nevojë të kthesh asgjë. Vetëm duhet të vazhdosh të jesh ai që je. Ajo doli dhe Luan mbeti aty duke mbajtur kartëmonedhën. 5.000 lek. Ai do t'i bënte të vlenin. Do të kërkonte punë, do të trokiste në çdo derë, do të bënte çfarëdo që të ishte e nevojshme. Sepse dorëzimi nuk kishte qenë kurrë një opsion. Në ditët në vijim, Luan zgjohej edhe më herët. Printoi savën në një internet kafe afër shtëpisë duke paguar 100 lek për 10 kopje. Doli duke trokitur derë më derë. Fura buke, supermarkete, dyqane materialesh ndërtimi, servise makinash. Ofroi krahët e tij, vullnetin e tij, ndershmërinë e tij. Por përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë. Nuk kemi vende të lira. Lëre cvën se të marrim ne në telefon. Nuk kemi parashikime. Arriti të bënte disa punë të vogla. Ndihmoi në shkarkimin e një kamioni me perime në treg, fitoi 2.000 lek. Lyeu fasadën e një lokali, fitoi 5.000. Transportoi mobilje për një familje që po shpërngulej, fitoi 3.000. Në fund të javës, kishte 12.000 lek në xhep. Nuk mjaftonin për qiran, por ishin diçka. Shkoi në kishën e lagjes, kishën e Shën Pjetrit, ku shkonte gjithmonë të dielave. Nuk ishte shumë fetar, por i pëlqente të ulej aty në heshtje dhe të mendonte. Prifti Martin ishte një burr rreth të 50-ave, tullac, me një buzëqeshje të lehtë që i njihte të gjithë në komunitet. Kur pa Luanin duke hyrë, i bëri me shenjë. Luan, biri im. Sa kohë? Ulu këtu, të bisedojmë. Ata biseduan. Luan i tregoi gjithçka. Prifti e dëgjoi, pa gjykime, pa këshilla boshe. Thjesht e dëgjoi. Dhe në fund i tha, unë njoh disa njerëz që kanë nevojë për punëtor në një kantier ndërtimi atje tek Astiri. Ndërtimtari. Puna është e rëndë, por paguajnë mirë. Do që të flas me ta? Luan ndjeu zemrën t'i rritë fort. Po, dua atë. Shumë faleminderit. Nesër në mëngjes, në orën 7, eja këtu se të çoj unë atje. Luan doli nga kisha me një buzëqeshje në fytyrë. Ishte një shans. Ishte një rifillim. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për të dhe si mendoni se do të përfundoj. Të nesërmen në mëngjes, Luan ishte para kishës në 6:45. Prifti Martin arriti në kohë duke drejtuar një Fiat Punto të bardhë, të vjetër, por të mirë mbajtur. Ata shkuan deri te një kantier ndërtimi në Astir, ku po ndërtohej një pallat apartamentesh. Mjeshtri i punimeve, një burr i madh i quajtur Genci, me kaskë të verdhë dhe jelek portokalli, e pa Luanin nga koka te këmbët. Ke eksperiencë në ndërtim? Jo, zotëri, nuk kam. Por mësoj shpejt dhe punoj shumë. Mjeshtër Genci qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke përtypur një kruajtëse dhëmbësh. Pastaj tundi kokën në shenjë pohimi. Në rregull. Fillon të hënën në 6 të mëngjesit. 20.000 lek në muaj, plus pagesën e transportit. Nëse e tregon veten, pas 3 muajsh të sigurojmë. Luan gati sa nuk e besoi. I shtrëngoi dorën mjeshtër Gencit me forcë. Shumë faleminderit. Nuk do të pendoheni. Gjatë rrugës së kthimit, prifti Martin buzëqeshi. Epe? Zoti nuk e braktis kur atë që ka besim dhe punon me ndershmëri. Luan e falenderoi, zbriti në sheshin afër shtëpisë dhe qëndroi aty, ulur në stol, duke parë fëmijët që luanin top, qend që vraponin, pleq që luanin domino. Ndjeu një paqe që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Kishte punë. Kishte një shans.
Do të arrinte ta paguante qiran, do të arrinte të ngrihej sërish në këmbë. Gjithçka do të shkonte mirë. Ndërkohë, në anën tjetër të Tiranës, në zonën e bllokut, Arta zgjohej në sujtën e saj të pamas, me pamje nga kurorat e pemëve dhe qielli i kaltër. Por luksi nuk i sillte paqe. Ajo pa fustanin e nusërisë të varur në garderob, i bardh, me dantel, tepër i shtrenjtë. Do të martohej pas 2 muajsh. Me Kreshnik Berishën, trashëgimtarin e një rjeti koncesionarësh makinash luksoze. Një burr i pashëm, i mirë edukuar, me kostum pa të meta dhe buzëqeshje të stërvitur. Një burr që nëna e saj, Lulieta, e kishte zgjedhur për të. Arta u ngrit, bëri dush, veshi një kostum bezh dhe zbriti për mëngjes. Tavolina ishte shtruar me mbules liri, porcelan të hollë, fruta të freskëta, bukë artizanale, lëngje natyrale. Nëna e saj ishte tashmë aty, duke lexuar lajmet në tablet me syze firmato dhe flokë të krejur në mënyrë perfekte. Mirëmëngjes, mami. Mirëmëngjes, e dashur. Fjetë mirë? Fjeta. Gënjeshtër. Arta pothuajse nuk kishte fjetur. Kishte menduar për atë djalin në parking. Djalin që kishte ndihmuar gjyshen. Djalin që ishte pushuar nga puna sepse bëri gjën e duhur. Ajo nuk ja dinte emrin, nuk e dinte kush ishte, por nuk arrinte ta hiqte nga mendja imazhin e tij. Mënyrën se si ishte përkulur për të ndihmuar gjyshe teftën. Durimin. Mirësinë. Dinjitetin edhe pse po poshtërohej. Sot ke provën e fustanit në orën 3 pasdite. Mos u vono. Në rregull, mami. Dhe nesër kemi darkë me familjen Berisha. Kreshniku do të diskutoj detajet e fundit të dasmës. Arta pohoi me kokë, por nuk tha asgjë. Hëngri gjysmë fete buke të thekur, piu një glënjik lëng portokalli dhe u ngri. Do të dal pak. Ku? Do të vizitoj gjyshe teftën. Lulieta ngriti syt nga tableti, dyshuese. Përsëri? Ishe atje dje. Më pëlqen të kaloj kohë me të, mami. Lulieta pshertiu. Mirë. Por mos u vono. Ke angazhime. Arta mori çantën dhe doli. I dha makinës deri te shtëpia e gjyshes, një shtëpi e vjetër dhe simpatike në zonën e vilave, e rrethuar me pemë dhe lule. Gjyshja tefta ishte në verandë, ulur në karrocë, duke thurur. Kur pa Artën, hapi një buzëqeshje të madhe. Arta, e dashura ime. Çfarë surprize e bukur. Arta i puthi ballin gjyshes, u ul pranë saj. Si jeni, gjyshe? Mirë, mirë. Por ende duke menduar për atë djalin. E di, Arta, u përpoqa të gjeja emrin e tij. Shkova te supermarketi dje, por menaxheri nuk deshi të më jepte asnjë informacion. Tha se nuk mund të jepte të dhëna të ish punonjësve. Ish punonjës. Sikur ai të mos ishte pushuar padrejtësisht. Arta ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Edhe unë kam menduar për të, gjyshe. Gjyshja ndaloi së thururi, e pa thellë në sy mbesën. Të pëlqeu ai. Nuk ishte një pyetje. Ishte një konstatim. Gjyshe, unë as nuk e njoh. Por ndjeve diçka. E pash. E pash mënyrën se si e shikoje. Arta shmangu vështrimin, luajti me thonjë. Edhe si kur të kem ndjer diçka, nuk ka rëndësi. Unë do të martohem, gjyshe. Me një burr që nuk e do. Më pëlqen Kreshniku. Të pëlqen nuk do të thot ta duash, Arta. Dhe ti e di këtë. Gjyshja tefta vendosi dorën e saj të rrudhur mbi dorën e mbesës. Bia ime, unë kam jetuar 82 vjet. U martova me gjyshin tënd kur isha 20 dhe kaluam 60 vjet bashkë. 60 vjet dashuri të vërtetë. Dhe të them diçka, dashuria e vërtetë nuk është rehati, nuk është leverdi, nuk është ajo që pret shoqëria. Dashuria e vërtetë është ajo që të trondit, që të nxjerr nga zona e rehatis, që të bën të duash të jesh më i mirë. Arta ndjeu syt ti mbusheshin me lodh. Po mami? Po familja? Po gjithçka që është planifikuar? Jeta është e jotja, Arta. Jo e nënës tënde. E jotja. Ato që ndruan në heshtje për pak kohë, duke dëgjuar cicërimat e zogjve, duke ndjer fllatin e freskët të pasdites. Gjyshe, si mund ta gjej atë? Gjyshja buzëqeshi.
do ta kërkosh. Do të zbulosh ku banon. Do të përshkosh qytetin nëse është e nevojshme. Sepse nëse ka një gjë që kam mësuar në jetë, është se nuk duhet ta lëm dashurinë të na ikë. Arta doli nga shtëpia e gjyshes e vendosur. Shkoi në shtëpi, ndezi laptopin, filloi të kërkonte. Rrjete sociale, grupe lagjesh, çdo gjë. Por nuk ja dinte as emrin. Si do ta gjente? Pastaj ju kujtua. Uniforma. Kishte emrin e supermarketit. Supermarket Besa. Mund të kthehej atje, të përpiqej të zbulonte diçka. Të nesërmen, shkoi te supermarketi. Hyri, pa përreth. Kërkoi dikë që duke i gatshëm të ndihmonte. Pa një vajzë të re, rreth të 20-tave, që po rregullonte raftet. Ju afrua. Përshëndetje, më fal që të bezdis. E njihje një djalë që punonte këtu? E pushuan nga puna para disa ditësh. Vajza e pa, në fillim dyshuese, por pastaj dukej se ju kujtua. Luanin? Të gjithë këtu u revoltuan me atë që i ndodhi. Ai ishte djalë i mirë. Menaxheri është një idiot. Luan. Pra ky ishte emri i tij. E di ku mund ta gjej? Vajza u mendua. Nuk e di ku banon, jo. Por gjithmonë thoshte se shkonte në kishën e Shëmpjetrit, atje në kombinat. Ndoshta dikush atje e njeh. Arta e falenderoi, doli nga supermarketi me zemrën që i rrite fort. Kombinat. Ishte larg. Ishte një lagje ku nuk kishte qenë kurrë. Por do të shkonte. Do të shkonte sepse duhej. Të shtunën në mëngjes, mori makinën dhe u nis për në kombinat. Gpsi tregonte 1 orë e gjysmë rrugë. Ajo përshkoi qytetin, pa peizazhin të ndryshonte. Pallatet u bën më të thjeshta, rrugët më të ngushta, lëvizja ndryshe. Kur arriti afër kishës, parkoi makinën dhe doli në këmbë. Kishte veshur një fustan të thjeshtë, prej liri blu të hapur dhe sandale të sheshta. U përpoq të mos tërhiqte vëmendjen, por ishte e pamundur. Makina luksoze, veshja, gjithçka bërtiste se ajo nuk ishte nga aty. Eci nëpër rrugë, pa shtëpit, njerëzit. Fëmijë që luanin me balona, gra që lanin trotuaret, burra që bisedonin në cep të rrugës. Ishte një botë krejtësisht ndryshe nga e saja. Dhe ishte reale. Pulsuese. E gjallë. Shkoi te kisha. Ishte e mbyllur. Por pa një burr të moshuar që po fshinte oborrin. Mirëdita. E njihni një djalë me emrin Luan? Burri ndaloi së fshiri, e pa. E njoh, si jo. Pse? Arta nuk dinte çfarë të thoshte. Unë duhet të flas me të. Burri qëndroi në heshtje duke e vlerësuar. Pastaj tha, ai banon atje në atë pallatin në cep. Apartamenti 203. Arta e falenderoi, eci drejt pallatit. Ishte një ndërtesë e vjetër, 4-katëshe, me bojë të rënë dhe shkallë të jashtme. Unë gjit ngadalë, zemra i rrite fort. Kur arriti te dera e apartamentit 203, ndaloi. Mori frym thellë. Trokiti. Luan hapi derën. Ishte pa bluzë, me pantallona të shkurtra të vjetra, flokët e lagur. Sapo kishte dalë nga dushi. Kur pa Artën, mbeti i ngrirë. Ti. Përshëndetje. Unë e di që kjo është e çuditshme, por duhet të gjeja. Unë jam Besa e zonjës që ndihmove. E gjyshe teftës. Luan hapi syt i habitur. Si më gjete? Arta buzëqeshi, e turpëruar. Të kërkova. Doja të falenderoja. Dhe të njihja. Luan mbeti pa fjalë. E pa atë, pa apartamentin pas tij, pa veten. Ishte zbathur, pa bluzë, shtëpia ishte një biruc e vogël. Dhe ajo ishte aty, e bukur, me atë fustan që duhet të kushtonte më shumë se qiraja e tij. Hyr. Më fal për rrëmujen. Arta hyri. Apartamenti ishte vërtet i vogël. Një dhomë ndenjeje me. Një divan të vjetër, një kuzhinë e vogël, një derë që duhet të çonte në dhomën e gjumit. Por ishte i pastër. I rregull. Kishte foto në mur një çift që buzëqeshte. Duhet të ishin prindërit e tij. Luan veshi shpejt një bluzë, i ofroi divanin. Ulu. Do ujë?
Më fal, nuk kam shumë gjëra të tjera për të ofruar. Uji është perfekt. Ai I solli një gotë ujë, u ul në anën tjetër të divanit. Qëndruan në heshtje për disa sekonda. Gjyshja jote është mirë? Po, është. Nuk pushon se foluri për ty do të falenderoj personalisht. Nuk ka nevojë të falenderoj për asgjë. Unë bëra atë që do të bënte kushto. Por nuk e bën kushto, Luan. Ti humbe punën për shkak të kësaj. Ai ngriti supet. Tashmë kam gjetur një tjetër. Do të filloj të hënën në një kantier ndërtimi. Gjithçka do të shkojë mirë. Arta e pa. Pa mënyrën se si fliste, I qetë, pa hidhërim. Pa sytë e tij, ngjyrë kafe, të ndershëm. Pa duart e tij me kallo, të dikujt që punon shumë. Dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kur më parë. Një lidhje. Një siguri se ai person në atë moment ishte I rëndësishëm. Luan, e di që nuk njihemi. Por mund të bëj një pyetje? Po. A je I lumtur? Ai u habit nga pyetja. U mendua. Nuk e di nëse I lumtur është fjala e duhur. Por jam në paqe. Zgjohem çdo ditë, punoj, luftoj, vazhdoj përpara. Dhe kjo, për mua, është shumë. Arta ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Unë kam gjithçka. Para, rehati, siguri. Por nuk e di nëse jam e lumtur. Ata pan njëri tjetrin. Dhe në atë vështrim, kaloi gjithçka. Distanca mes botëve të tyre. Pamundësia. Por edhe dëshira. Kurioziteti. Fillimi I diçkaje që asnjëri prej tyre nuk dinte ta emërtonte. Do të pish një kafe me mua? Luan e çoi Artën në një byrektore në cep të rrugës. Byrektoria e gjafatosit, një vend I thjesht, me tavolina formike dhe karrige plastike, por që bënte byrekun më të mirë në zonë. Ata u ulën pranë dritares. Porositën 2 kafe me qumësh dhe bukë të thekur me gjalp. Arta pa përreth, kurioze. Njerëzit që flisnin me zë të lartë, qeshnin, diskutonin për futboll. Televizori I ndezur në ndeshjen e Tiranës. Aroma e bukës së freskët e përzier me kafen e zier. Është ndryshe, apo jo? Arta pa Luanin buzëqeshi. Po. Por është bukur. Është reale. Ata biseduan. Luan I tregoi për prindërit, për aksidentin, për vitet e vetmisë. I tregoi për punët që kishte humbur, për vështirësitë, por edhe për ëndrat. Donte të kishte kompaninë e tij një ditë. Donte të ndërtonte shtëpi sociale për njerëz si ai. Donte të bënte një ndryshim. Arta e dëgjoi gjithçka, e magjepsur. Jo nga tragjedia, por nga forca. Nga mënyra se si ai e kishte shndërruar dhimbjen në qëllim. Edhe ajo u hap. I tregoi për presionin, për martesën e rregulluar, për ndjesinë se po jetonte jetën e dikujt tjetër. I tregoi se studioi për administrim biznesi sepse donte nëna e saj, se punon në kompaninë e familjes, por nuk ndjen asnjë pasion, se është e fejuar me një burr që mezi e njeh. Ti nuk e do atë. Jo. Nuk e dua. Atëherë pse do të martohesh? Sepse kjo pritet nga unë. Sepse nëna ime ka planifikuar gjithçka. Sepse nuk di të them jo. Luan e kapi për dorë mbi tavolinë. Ishte një gjest I thjesht, por që bëri zemrën e Artës të rrite fort. Arta, jeta është shumë e shkurtër për ta jetuar me detyrim. Unë I humba prindërit shumë herët. Dhe nëse ka një gjë që kam mësuar, është se duhet të shfrytëzojmë çdo sekondë duke bërë atë që na bën të lumtur. Ajo pa dorën e tij mbi të sajën. Me kallo, e fortë, e ndershme. Kaq ndryshe nga duart e kreshnikut, gjithmonë të buta, gjithmonë me thonjë të bërë, gjithmonë pa të meta. Do të doja të kisha guximin tënd. E ke. Vetëm duhet ta gjesh. Ata qëndruan aty për 2 orë. Duke biseduar, duke qeshur, duke ndarë histori. Kur dolën nga byrektoria, dielli tashmë po perëndonte. Arta pa qiellin portokalli, fëmijët që ende luanin në rrugë, dritat e shtyllave që fillonin të ndizeshin. Ndjeu një paqe që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Luan, më pëlqeu shumë që të njoha. Edhe mua. Mund të shoh përsëri? Ai hezitoi. E dinte se kjo ishte e komplikuar. E dinte se ata vinin nga botë të ndryshme.
por kishte diçka tek ajo që e tërhiqte. Diçka të vërtetë. Po. Ata shkëmbyen numrat. Arta u kthye në shtëpi duke i dhënë makinës ngadalë, sikur donte ta zgjaste kohën. Kur arriti në vilën e bllokut, nëna e saj ishte e tërbuar. Ku ishe? Humbur provën e fustanit. Më fal, mami. Humba nocionin e kohës. Luljeta e pa të bien dyshuese. Çfarë po ndodh me ty, Arta? Asgjë, mami. Thjesht po mendohem. Për çfarë po mendohesh? Arta u ngjit në dhomë pa u përgjigjur. Ushtri në krevatin e madh, mori celularin pa numrin e Luanit. Mendoi t'i dërgonte një mesazh, por nuk dinte çfarë të thoshte. Atëherë thjesht buzëqeshi. Sepse për herë të parë pas shumë kohësh ndjeu diçka përtej zbraztis. Në ditët në vijim, Luan filloi punën e re. Puna në kantier ishte e rëndë. Të mbaje thas cimentoje, të përzije llaç, të ngjiteshe e të zbritje në skela. Por ai nuk u ankua. Punoi shumë, mësoi shpejt, fitoi respektin e punëtorëve të tjerë. Mjeshtër Genci mbeti i impresionuar. Je i zoti, djalosh. Vazhdo kështu se së shpejti do të vë të bësh punë më të mira. Luan e falenderoi, kthehej në shtëpi çdo ditë i raskapitur, por i lumtur. Dhe çdo natë, para se të flinte, shkëmbente mesazhe me Artën. Flisnin për gjithçka. Për ditën e tyre, për ëndrat, për frikërat. Ajo i tregonte për përgatitjet e dasmës që nuk e donte. Ai i tregonte për kantierin, për kolegët, për ndjesinë e të qenit duke ndërtuar diçka. Një javë më vonë, Arta i kërkoi ta takonte përsëri. Lan takim në të njëjtin shesh ku ai e kishte çuar herën e parë. Ishte një shtunë pasdite. Luan arriti i pari, u ul në stol, priti. Kur pa Artën që po vinte me xhinse dhe bluzë të bardhë, flokët e lëshuar, zemra i rrahu fort. Përshëndetje. Përshëndetje. Ecnin në përshesh, pa ndjemt që luanin top, qend që vraponin. Ndaluan para një tezge me petulla. Luan bleu 2. I hëngrën duke ecur, duke qeshur, duke biseduar për asgjë dhe për gjithçka. Dhe në një moment, pa e planifikuar, duart e tyre u takuan. Gërshetuan gishtat. Dhe vazhduan të ecnin. Por lumturia zgjati pak. Të hënën, Luan zbuloi diçka që ja shembi botën. Mjeshtër Genci e thiri në zyrën e kantierit, i tregoi letrat e projektit. Kompania pronare e ndërtimit. Berisha Ndërtim. Kompania e familjes së Artës. Dhe më e keqja, i fejuari i saj, Kreshniku, ishte një nga drejtorët. Luan ndjeu zemërimin ti. Ngjitej në fyt. U ndjej i mashtruar. A e dinte ajo? E dinte që ai po punonte për familjen e saj? Ishte gjithçka një lojë? Një bamirësi? Doli nga kantieri para se të mbaronte orari, shkoi te shtëpia e saj. Ira interfonit. Shërbyesja u përgjigj, tha se do ta thërriste. Arta zbriti me vrap. Kur pa fytyrën e tij, e kuptoi se diçka nuk shkonte. Luan, çfarë ka? E dije? Çfarë të dija? Që unë po punoj për kompaninë e familjes tënde? Që i fejuari yt është pronari i asaj firme ndërtimi ku unë raskapitem gjithë ditën? Arta u zbe. Nuk e dija, Luan. Betohem që nuk e dija. Si mund ta besoj këtë? Si e di unë që ti nuk po argëtohesh me të varfrin? Ajo ndjeu lotët ti rridhnin. Ti e di që nuk është kështu. Unë nuk di asgjë, Arta. Ne jetojmë në botë të ndryshme. Ti ke gjithçka. Unë nuk kam asgjë. Dhe tani zbuloj se edhe puna ime vjen nga familja jote. Kjo është poshtëruese. Luan, të lutem. Por ai tashmë i kishte kthyer shpinën. Eci shpejt, pa par prapa. Arta mbeti aty, para portës, duke qarë, pa ditur çfarë të bënte. Kaluan 2 javë. 2 javë heshtjeje. Luan nuk ju përgjigjej mesazheve të saj. Arta u përpoq të shkonte te shtëpia e tij, por ai nuk ja hapi derën. Ajo qante çdo natë. Nëna e pyeste se çfarë po ndodhte, por ajo nuk arrinte të shpjegonte. Dasma ishte caktuar për një muaj më vonë. Ftesat tashmë ishin dërguar. Restoranti ishte kontraktuar. Kisha ishte rezervuar. Arta ishte e bllokuar.
Dhe Luan ishte vetëm, duke u mbytur në punë, duke u përpjekur të harronte. Deri kur një të enjte në mbrëmje, telefoni i Luanit ra. Ishte një numër i panjohur. Alo? Luan, jam Arta. Po të telefonoj nga telefoni i një shoqeje. Të lutem, mos e mbyll. Ai gati sa nuk e mbylli. Por nuk mundi. Çfarë do, Arta? Gjyshja ime pati një aksident. U rrëzua në shtëpi, goditi kokën. Është në spital. Unë nuk di çfarë të bëj. Ajo po pyet për ty. Luan ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Cili spital? Spitali i traumës, qësull. Po vi. Ai mori një urban, pastaj një tjetër, arriti në spital pothuajse në mesnatë. Vrapoi te recepcioni, pyeti për dhomën e gjyshe teftës. Unë gjit me shkallë, nuk deshi të priste ashensorin. Kur arriti në korridor, pa Artën ulur në një karrige, fytyra e enjtur nga të qarat. Kur ajo e pa, u ngrit, vrapoi, i u hodh në krah. Luan qau bashk me të. E përqafoi fort, ndjeu trupin e saj që dridhej pas të tij. Ajo do të bëhet mirë. Do të bëhet. Ata qëndruan të përqafuar aty në korridorin e ftohtë të spitalit, ndërsa mjekët dhe infermierët kalonin. Qëndruan derisa Arta ndaloi së qari. Derisa bota jashtë pushoi së ekzistuari. Kur u ndan, pan njëri tjetrin. Dhe në atë vështrim, pan gjithçka. Dashurinë. Frikën. Pamundësinë. Por edhe sigurinë se nuk mund të iknin më. Nuk mund ta mohonin më. Arta, më vjen shumë keq. Unë isha një idiot. Jo, ti kishe të drejtë. Unë duhet të ta kisha thënë. Duhet të kisha qenë sinqert. Nuk ka më rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se unë të dua. Arta ndjeu zemrën t'i shpërthente. Edhe unë të dua. Ata u puthën aty në korridorin e spitalit me erë dezinfektanti dhe zhurmë aparaturash. Por për ta, ishte vendi më i përsosur në botë. Kur mjekja doli nga dhoma, dha lajmin. Gjyshja tefta ishte stabile. Kishte marrë disa qepje në kokë, por do të bëhej mirë. Mund ta shihnin. Hyn bashkë në dhomë. Gjyshja ishte në shtrat, e zbeth, por e zgjuar. Kur i pa të dy të kapur për dore, buzëqeshi. Më në fund ndaluat se qeni kokë fort. Arta qeshi, duke qarë. Gjyshe, na dhe një tronditje të madhe. E di. Por ja vleti. Shikojini veten bashkë. Luan u afrua, e kapi për dore. Si jeni? Më mirë tani, biri im. Më mirë tani. Gjyshja tefta qëndroi e shtruar për 3 ditë. Luan dhe Arta e ndanin kohën për të qëndruar me të. Bisedonin, planifikonin, ëndërronin. Dhe morën një vendim. Do të qëndronin bashkë. Pavarësisht se çfarë do të thoshin të tjerët. Pavarësisht pasojave. Por ata e dinin se pjesa më e vështirë ishte ende përpara. Arta do të duhej të prishte fejesën. Do të duhej të përballej me nënën. Do të duhej të zgjidhte mes rehatisë dhe dashurisë. Dhe Luan do të duhej të provonte se ishte mjaftueshëm i fortë për të qenë pranë saj. Jo me para, jo me status. Por me karakter, me punë, me të vërtetë. Të shtunën pasardhëse, Arta u zgjua me zemrën që i rrite fort. Ishte dita. Dita kur do të bënte atë që duhej ta kishte bërë prej muajsh. Do të prishte fejesën. Veshur një fustan të zi të thjesht, i mblodhi flokët topuz, nuk u ly. Donte të ishte natyrale, e vërtetë. Zbriti për mëngjes. Nëna dhe babai ishin aty. Edhe kreshniku kishte ardhur. Po diskutonin detajet e dasmës. Lulet, muzikën, listën e të ftuarve. Arta u ul në tavolinë. Mori frym thellë. Dhe tha. Duhet të them diçka. Të gjithë ndaluan së foluri, e pan. Unë nuk do të martohem. Heshtja ishte shurdhuese. Luljeta lëshoi pirunin, e pa të bien sikur të kishte thënë çmendurin më të madhe në botë. Si kështu nuk do të martohesh. Arta, dasma është pas 3 javësh. E di, mami. Por unë nuk e dua kreshnikun. Dhe nuk mund të martohem me dikë që nuk e dua. Kreshniku u skuq. Jo nga trishtimi.
Nga zemërimi. Nga krenaria e lënduar. Po flet seriozisht. Pas gjithçkaje që është planifikuar, pas gjithçkaje që familja ime ka investuar në këtë, Arta e pa. Pa një burr që nuk e kishte dashur kur vërtet. Që e donte si trofe, si pjesë të një loje shoqërore. Dhe ndjeu keqardhje. Kreshnik, më vjen shumë keq. Por do të ishte e padrejtë për ty dhe për mua të vazhdonim me këtë. Petriti, babai i Artës, që deri atëherë kishte qëndruar në heshtje, foli. Arta, çfarë po ndodh? Ke njohur dik? Kam njohur, babi. Kam njohur dik që më bën të ndihem e gjallë. Dik që më respekton, që më dëgjon, që më bën të dua të jem më e mirë. Lulieta u ngrit nga karrigia, e tërbuar. Kush është ai? Nga vjen? A ka mundësi të jap jetën që ke këtu? Ai është punëtor ndërtimi, mami. Punon në një kantier. Banon në një apartament të vogël në kombinat. Nuk ka para, nuk ka mbiemër të njohur, nuk ka asgjë nga ato që ti I konsideron të rëndësishme. Por ka karakter. Ka mirësi. Ka të vërtetë. Dhe unë e dua. Lulietës gati sa nuk I ra të fikët. Ti je çmendur. Po hedh gjithçka poshtë për një, kujdes se çfarë do të thuash, mami. Petriti u ngrit, preku krahun e Lulietës. Luliet, qetësohu. Arta, bia ime, eja këtu. Të bisedojmë. Ai e çoi Artën në zyrë. U ulën në divanin prej lëkure. Petriti e pa të bien me sy plot shqetësim, por edhe me diçka që ajo nuk e priste. Mirë kuptim. Arta, nuk do të shtirem sikur nuk jam I shqetësuar. Por gjithashtu nuk do të shtirem sikur nuk e kam parë sa e palumtur ke qenë këto muaj. Ajo e pa të atin, e habitur. E pe? Sigurisht që e pash. Ti je bia ime. Të njoh që kur ke lindur. Dhe të pash duke u shuar, duke u zhdukur, duke u bërë një hije asaj që ke qenë gjithmonë. Arta ndjeu lotët t'i rridhnin. Babi, e di që kjo do t'ju shgënjej ty dhe mamin. E di që keni planifikuar kaq shumë. Por nuk e duroj dot më këtë jetë. Petriti e përqafoi të bien. Unë vetëm dua që ti të jesh e lumtur, Arta. Nëse ky djalë të bën të lumtur, atëherë unë do të mbështes. Nëna jote do të vonoj ta pranoj, por edhe ajo do ta bëj. Sepse në fund të fundit, edhe ajo të do. Arta qau në supin e të atit. Qau nga lehtësimi. Qau nga frika. Qau nga shpresa. Kur u kthyen në dhomën e ngrënies, kreshniku tashmë kishte ikur. Lulieta ishte ulur, me syt e kuq. E pa Artën. Je e sigurt për këtë? Absolutisht, mami. Lulieta mori frym thellë. Atëherë shko. Por dije se po heq dorë nga gjithçka. Nga shtëpia, nga rehatia, nga statusi. Nga gjithçka. E di. Dhe e pranoj. Arta u ngjit në dhomë, bëri 2 valixhe me rroba të thjeshta, disa foto, disa libra. La bijuterit, fustanet firmato, këpucët e shtrenjta. Nuk do t'i duheshin ato. Zbriti, përqafoi të atin, I bëri me shenjën nënës dhe doli. I dha makinës deri në kombinat. Parkoi makinën në rrugën e Luanit, u ngjit në katin e 4, trokiti në derë. Ai hapi, I habitur. Arta? Çfarë ti? Ajo lëshoi valixhet në 2 sheme, e përqafoi. E prisha fejesën. Zgjodha ty, zgjodha ne. Luan mbeti pa fjalë. E përqafoi, e shtrëngoi fort, ndjeu zemrën t'i shpërthente nga lumturia dhe nga frika. Arta, je e sigurt? Sepse unë nuk kam asgjë për të ofruar. Ky apartament është I vogël. Unë fitoj pak. Nuk mund të jap jetën që kishe. Unë nuk e dua jetën që kisha. Unë dua një jetë të vërtetë. Me ty. Ata u puthën. Dhe në atë moment e dinin se do të përballonin gjithçka bashkë. Muajt e parë ishin të vështirë. Arta ndau apartamentin një dhomësh me Luanin. Flinin në divanin krevat në dhomën e ndenjes, përdornin të njëjtën garderobë, ndanin faturat. Ajo shiti makinën luksoze, bleu një të përdorur, filloi të jepte kurse private anglishteje dhe administrimi për të rinjt e lagjes. Zbuloi një vokacion që nuk e kishte imagjinuar kurrë.
Dhe Luan vazhdonte të punonte në kantier, por tani me edhe më shumë vendosmëri. Teto Vjolca, fqinja, u magjeps nga Arta. Të dyja u bën shoqe. Arta mësoj të gatuante me të, mësoj të lante roba në vask, mësoj të kursente çdo qindar. Dhe Luan mësoj të pranonte dashuri, të besonte se meritonte të ishte i lumtur. 6 muaj më vonë, mjeshtër Genci e thiri Luanin në zyrë. Luan, ti je një nga më të mirët që ka punuar ndonjëherë me mua. Dhe dua të ofroj një ortakëri. Do të hapim një firmë ndërtimi të fokusuar në shtëpi sociale. Pranon? Luan mezi e besoi. Ishte pikërisht ajo që kishte ëndërruar gjithmonë. Pranoi në çast. Investoi gjithçka që kishte kursyer, mori një kredi të vogël dhe bashkë me mjeshtër Gencin hapën ndërtim shtëpia e re. Filluan ngadalë duke ndërtuar shtëpi të thjeshta për familje me të ardhurat të ulta. Por puna ishte e ndershme, e bërë mirë dhe shpejt filluan të rriteshin. Arta, me parat që kishte ruajtur nga shitja e makinës dhe nga kurset, ndihmoi në ngritjen e një zyre të vogël. Kujdesej për pjesën administrative, për llogarit, për kontratat. Punonin bashk, ëndërronin bashk, ndërtonin bashk. Familja e Artës, pak nga pak, filloi të lëshonte pe. Gjyshja Tefta i mbështeti gjithmonë, i vizitonte çdo javë, u sillte kek, u sillte histori. Edhe Petriti filloi të vinte. Mbeti i impresionuar nga këmbëngulja e Luanit, nga mënyra se si e trajtonte Artën, nga biznesi që po ndërtonin. Dhe një ditë i ofroi ndihmë financiare. Luan, me krenari, refuzoi. Faleminderit, zoti Petrit. Por ne duam ta bëjmë këtë në mënyrën tonë. Me djersën tonë. Petriti buzëqeshi. Dhe në atë moment fitoi një respekt të madh për dhëndrin. Lulieta ishte e fundit që e pranoi. Por kur pa të bien të lumtur, vërtet të lumtur, duke punuar, duke qeshur, duke shkëlqyer, nuk mundi ta mohonte. I vizitoi një të diel. Solli një kek. U ul në divanin krevat që tani ata kishin arritur ta ndërronin me një krevat doppio. Pa përreth. Apartamenti i vogël, por i pastër, i rregullt, plot dashuri. Arta, erdha të kërkoj falje. Arta u habi. Mami, unë gabova. Desha të fusja në një kallëp që nuk ishte yti. Desha që ti të jetoje jetën që unë mendoja se ishte e duhura. Por ti gjete rrugën tënde. Dhe unë e shoh që je e lumtur. Më e lumtur se kur nuk të kam parë. Ato qanë bashkë. Dhe atë ditë, familja u bashkua vërtet. 2 vjet më vonë, Luan dhe Arta u martuan. Nuk ishte në një sallë dasmash luksoze. Ishte në sheshin e lagjes, të njëjtin ku kishin biseduar për herë të parë. Karriget ishin marrë hua nga kisha. Lulet të mbledhura nga kopshtet e fqinjëve. Muzika e luajtur nga një grup të rinj që Luan i kishte punësuar në firmë. Të ftuarit ishin pak, por ishin ata që kishin rëndësi. Teto Vjolca, mjeshtër Genci, prifti Martin, punëtorët e kantierit, nxënësit e Artës, familja. Dhe, sigurisht, gjyshja Tefta, ulur në karrigen e parë, duke qarë nga emocionet. Arta veshi një fustan të thjeshtë, të bardhë, të blerë në një dyqan në qendër. Luan veshi një kostum që kishte qenë i të atit, të rregulluar nga Teto Vjolca. Kur shkëmbyen unazat të bëra prej argjendit të thjeshtë, pan njëri tjetrin në sy dhe pan gjithçka që kishin ndërtuar. Gjithçka që do të ndërtonin ende. Festa u shoqërua me bira, pije freskuese, ushqime të vogla që i kishin bërë fqinjet, një tortë të thjeshtë me çokoladë. Por kishte gëzim. Kishte muzikë. Kishte kërcim. Kishte dashuri të vërtetë. Atë natë, të shtrirë në krevatin e apartamentit që tani ishte bërë pak më i madh sepse kishin arritur të merrnin me qira edhe atë ngjitur dhe të shembnin murin, Luan dhe Arta biseduan. Ja dolëm. Ja dolëm. Dhe ky është vetëm fillimi. Ata fjetën të përqafuar duke ëndërruar për të ardhmen. Për shtëpinë e tyre që po kursenin për ta blerë. Për fëmijët që donin të kishin. Për firmën e ndërtimit që nuk pushonte së rrituri. Për kurset që Arta tani i jepte në një ujë të lagjes. Për gjithçka që ishte ende për të ardhur. Historia e Luanit dhe Artës nuk ishte një përrall. Ishte më mirë. Ishte reale. Ishte një histori e 2 njerëzve që zgjodhen dashurinë mbi gjithçka. Që
Lan rehatin, statusin, pritshmëritë për të ndërtuar diçka të vërtetë. Që provuan se dashuria nuk një klasë shoqërore, nuk matet me para, nuk blihet me luks. Ishte një histori për guximin. Për të zgjedhur të jesh i lumtur edhe kur e gjithë bota të thotë se je gabim. Për të gjetur bukurinë në thjeshtësi. Për të ndërtuar, tull pas tulle, një jetë që ja vlen të jetohet. Dhe kur, 5 vjet më vonë, ndërtim shtëpia e re u bë një nga më të respektuarat në Tiranë, kur Luanin e ftuan të jepte leksione për sipërmarrjen sociale, kur Arta hapi shkollën e saj të kurseve profesionale. Kur patën 2 fëmijë dhe blen një shtëpi në të njëjtën lagje ku filloi gjithçka, ata pan prapa dhe e dinin. Ja vlejti çdo sakrificë, çdo lodh, çdo moment frike. Sepse dashuria e vërtet është kjo. Është të zgjedhësh çdo ditë të qëndrosh. Është të ndërtosh bashk. Është të shndërrosh të pamundurën në të mundur. Historia e tyre nuk mbaroi me një fund të lumtur. Mbaroi me një fillim të lumtur. Sepse sa herë që zgjoheshin bashk, ishte një fillim i ri. Një shans i ri për të dashur, për të luftuar, për të fituar. Dhe kështu, mes uljeve dhe ngritjeve, mes fitoreve dhe humbjeve, mes të qeshurave dhe lotëve, Luan dhe Arta provuan se akti më i madh i rebelimit në një botë të ndarë nga klasat dhe paragjykimet është thjesht të duash. Të duash vërtet. Të duash pa frikë. Të duash për gjithmonë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Luanit dhe Artës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.